Klika subscribe për të parë edhe video të tjera. Kryeqyteti i Omanit është Muskati, që ne e vizituam. Është qyteti më i madh dhe qendra administrative, ekonomike dhe kulturore e vendit. Ndodhet në bregun verior të Omanit përballë detit, edhe është një part i rëndësishëm historik dhe tregtar. Muscat e ka një histori të pasur me ndikime të ndryshme nga kultura arabe, persiane dhe indiane, edhe është gjithashtu i njohur për arkitekturën e tij tradicionale dhe peizazhin natyror të bukur. Në shekullin 7, islamizmi arriti në Oman dhe shteti i parë islamik u themelua. Omanasit pranuan islamin më shpejt se sa shumë fqinjet të tyre dhe vendi kishte një ndikim të madh në zhvillimin e islamit në gjirin persik. Xhamia e madhe Sultan Qaboos është një nga xhamit më të mëdha dhe më mbreslënëse në krejt botën. Xhamia e madhe Sultan Qaboos është një monument arkitektonik jashtëzakonshëm. Xhamia është e njohur për minaret e saj të larta, shtatorin madhështore të Sultan Qaboos dhe qëllimin e madh i cili është i punuar me dorë, që është një prej më të mëdhenjeve në krejt botën. Është një shembull i shkëlqyer i arkitekturës islame, është një vend që të ofron një ndjesi të paqes. Këto vitet e fundit, Omani po tërheq shumë vizitor nga vende të ndryshme të botës. Prime Travel dhe Turkish Airlines na mundësoj që për një javë ne të qëndrojmë në Oman. Ne në Oman arritëm përmes linjes Prishtinë-Istanbul, Istanbul-Muscat, edhe u kthyem anas Yildiz, pranë nga Muscat në Istanbul, Istanbul-Prishtinë përmes Turkish Airlines që ofrojnë linja në krejt botën. Ne këtu në Muscat Samir e takuam menaxherin kryesor për Prishtinë të Turkish Airlines, Suad Abdullahu. Fajtori kryesor që ne jemi këtu në Oman është Prime Travel edhe Turkish Airlines. Suad Abdullahu është me mua. Faleminderit shumë që gjete kohë, pavarësisht lugon e madh shëtitje dhe takimit me njerëz, gjete kohë me qenë bashkë. Si je Suad? Mirë, faleminderit. Jo? Si pe kalon këtë ditë? Unë kalon fenomenal. Jo?
A jeni tu knaq, shpesoj po knaqëm krejt. Unë se kam prit që Omani ka më pëlqy kaq shumë, se kogja shumë kemi shetite, kemi po botën, po diçka Omani është ma ndryshe. Apo? Është bukur që po ndjen ti veten, që ma herët privatisht e folëm, çka ka në Oman që shpirtnisht po ndihesh ma mirë. Praktikisht Omanin se kom menu asun kështu, qysh jemi të e pa. E kom menu krejt ndryshe. Mirë po Omani ka një vend shumë i zhvillum, me kulturë shumë të pasur, edhe popullin e pas ka shumë të respektueshëm, po të respektojnë ekstrem. Ushqimi nuk është i rënd, po na pëlqen shumë. Pastërtia e qytetit, rregulli, janë ekstrem për me u shiju. Edhe me i veçu, eksakt, len me i veçu. Arsyeja e ardhjes këto në Oman është që jo me eksploru vende të reja për kosovarët me i sjell këto. Po m'duket sa nuk e di kam gabimon, po nuk është që edhe shumë kosovarë kanë ardhur në Oman. Po kështu, tash Omani është destinacion i ri. Pasaporta jonë është shumë e kufizuar për me udhëtu, na po bëjmë çmos edhe me pru turista në Kosovë, po edhe me çu prej Kosovës turista jashtë. Edhe momentin që po na jepet një mundësi me u njoft pasaporta prej një shtetit të ri, po mundohemi me çu turista aty, po mundohemi me gjetë njerëz që kanë dëshirë me pa atë vend. E tash Omani është një prej shteteve që frek kanë fillu me na njoft pasaportën, edhe momentin që e pam këtë mundësi, fillum të mendojmë që fillojmë me zhvillu këtë produkt, me pru njerëz këtu, ndoshta janë të interesuar me ardhë me po kulturën. Interesimin unë mbra me vrejta, prej njerëzve që më shkryjtë në rrjetet sociale që i kam pasa video. Dhe më thënë, ka pre atyre njerëzve që i dojnë shetitjet, i dojnë vendet, eksplorimet, tha, wow, s'pas na qenë Omanen, dhe si ishte. Dhe më thënë, u pa interesimi i njerëzve. Tash, si kanë me ndodhë ardhjet, qësh janë relacionet me Turkish Airlines? Tash, mas jemi në Turkish Airlines, unë jam në Turkish Airlines që 18 vjetë, jam menager regional i shitjes. Edhe me Turkish Airlines, fluturimet janë prej Prishtinës për Istanbul dhe fluturimet një javë. Edhe mundet me u lidhë shumë mirë fluturimi prej Istanbulit për në Muscat. Lidhja në Istanbul është rreth 7 orë pritje për momentin, ndoshta në rregullohet. Ose pushon, ose lëviz. Aeroporti Istanbulit nuk ta çon mallin si aeroport, ta çon mallin si shopping mall, si Prishtina malli. Edhe e shijon edhe ato se edhe ajo është një përvojë e veçantë. Përveç asaj, në pritje gjata nuk po e cekje për Oman, po e cekje edhe për fluturime tjera. Në pritje gjata Turkish Airlines ka produkte edhe brenda udhëtimeve, shembull Tur Istanbul. Në qofë se ki pritjen gjatë, mi tetor, mund është me marrë tur Istanbul, me të bo tur Turkish Airlinesin në për Istanbul, që në për pikat kyqe në pikat kyqe turistike. Përveç asaj, po du me cekë që fluturimet janë mjaft komfore, orari është i përshtatshëm si në ardhjen në Muscat, ashtu edhe në këthim prej Muscatit për në Prishtinë. Dhe me thënë Prishtinë Istanbul, Istanbul Muscat. Po. Fluturimi Istanbul Muscat dikon sa ishte? Rreth 4 orë gjys 5. Po. A nuk ishte 6? Jo, na u ka tuk neve. 4 orë gjys muj me thonë. Fluturimi fillon në ora 9 mëngjes prej Prishtinës, 9:05 niset. Në Oman, me orë të këtuhit, jemi në ora 1 mas mesnatet, ditën e ardhshme. Këtu jemi 3 orë para. Tash, se kur ndryshon ora verore, jemi 2 orë. 2 orë bim, po. Qa ta mërmenja sot, a e gjenë Kosovari vetën Oman? Po ma mërmenja që po, për shkak se na nuk jemi popull të ngurt, kemi qef me shetit, kemi dëshirën me shetit, kështu që personi që vjen këtu duhet pak edhe i përgatitur me orë. Për shembull, unë përderisa nuk e kom njoft Omanin, nuk e kom njoft Muscatin, jo më hin Google, kom kqyr ku me shetit, çka me pa, kom pa këtë xhamin tash që jemi këtu. Është një vend fenomenal, është një vend që ja vlen me vizitu e me përjetu atë ndjenjen shpirtërore që e kemi. Këtu e patëm obligim njëra pa që po dalë që mbulum. Ja, shumë publik. E patëm obligim për me mbulu bukur veç. Shumë bukur. Okej. Asnjëherë sot nuk e kisha ditë që Turkish Airlines është në krejt botën. Nuk i di pse kam paragjykuar edhe kam menduar që veç aty tek ne. Çaj rajoni aty. Turkish Airlines është një prej aviokompanive, e vetmja prej aviokompanive që fluturon në më shumë shtete të botës. Do të thonë 1120 shtete të botës fluturon. I ka
flotën e karët 400 aeroplan. Çish kanë me qenë çmimet? Përderisa destinacion i ri edhe po mundohemi me promovu, Po. do të ketë edhe çmime speciale, nuk muj me thonë tash diçka eksakt, mirë Okej. po do të mundohemi me bo çmime speciale. Pra arsyeja Për ardhjes destinacionin juaj e këto ri. bashkë edhe me Prime Travel Po. është që ju me eksploru sa më shumë hotele, Saktësisht. që më mundu me gjetë atë adekuatën për gjetjen e kosovarëve. Saktësisht. Një që me bo një paket përshtatshëm për popullin tonë. Veç hotelet që ekonominë kemi tonë. pa nesmat kanë qenë ekskluzive. Nëse ju në këto hotele gjeni një çmim tamam të vëlidshëm për gjetjen e kosovarët pas ka më kënaq noman. Po, për momentin, në Muscat kanë çka bojnë. E kanë plazhin, e kanë hotelet me facilitete shumë zhvillume, i kanë pikat kryesore turistike, si kjo xhamia, e kanë, sa kom lexu edhe në Google, e kanë atë pazarin vendor Sa mirë, që po. mundet Që ruinan. me orë dikush me Ju duket me interesant, blej, ju duket po. interesant, se funit kur është turizmi, është edhe shopping. Po. Edhe vjen me pa vene, edhe me ble diçka. A kështu jetu ti noman? Noman, për ka ana siguris, është fenomenal. Është një prej vene më të sigurta. Edhe praktikimi i në botë. fesë që ti e praktikon. Për ka ana e kulturës, nuk e kemi shumë të përbashkë kulturën, po ka ana fesë, Po. cilën edhe une e posedoj, është e përshtatshme për mua. A kisha jetu, na është vështirë pak shkaku i kulturës, po nuk është që nuk përshtatesh. Po. Se janë shumë popull i përshtatshëm. Po. Sa kom po, sa kom ndje Po. vetë personalisht. Kështu që ti domethënë po ndihesh mirë Po, këto shumë. me njerëzit, Shumë, qofsja shumë. atyre, sa njerëz të butë, sa të dashtë. Për shtypjen e parë e merr në aeroport, e kemi marrë. E vërtet. E ke pa, kur jemi ballafaqur me kufinin, me policinë në kufi, edhe ka qenë fenomenal. Mikpriti aty në. Po. Okej, sa ke ditë në përbot? Kom pas mundësi me shetit. Kogja Mjaft shumë. shumë, po, mjaft shumë. Shkaku i punës që e kam, natyrës punës që e kam. Kom qenë në vene të ndryshme, edhe më kanë lënë shumë vene për shtypje, po edhe Omani më ka lënë një përshtypje të veçantë. Unë është i vetmi vend, se s'kam qef vendin e njëjtë me e pa dy herë, është i vetmi vend që isha kthyer një herë. Apo? Veç hala ma gjatë me ne. Eksakt, po. Ja vlen. Po e cekje edhe një produkt të Turkish Airlines në cilin muj me shfrytzu gjatë udhëtimeve tona, shembull po e marr në Oman. Po. Është Stopover Istanbul. Stopover Istanbul jep mundësi pasagerëve me u nal një natë në Istanbul. Do më thonë me pritje mbi 19 orë. Një natë në Istanbul, hotelin ja mbulon Turkish Airlines. Okej. Do më thonë pasageri e ka përsi për transportin, edhe në qofë se është me ndonjë pasaport tjetër përveç të Kosovës, se Turqia na njën edhe si shtet edhe na veçan pa vizë. Po. Ata cilët kanë nevojë për vizë, e marrin vizën dhe hyjnë në Istanbul. Shkojnë në hotelin ku Turkish Airlines ja ka përcaktuar akomodimin. Zakonisht economic class e ka një natë, edhe i ka hotelet akomodimin në hotele 4 yje, kurse ata biznes që fluturojnë i kanë 2 net edhe akomodimin në hotel me 5 yje. Edhe këto janë, kjo është e mbulume, akomodimi është i mbulum prej Turkish Airlines. Faktikisht, ti bjen si complimentary, ose si diçka dhurat që Turkish Airlines po të jep gjatë udhëtimit tonë, ku do që shkon në botë. Vetëm që duhet paraprakisht me u lajmëru në deskun ose në zyrën e Turkish Airlinesit, një ditë para fluturimit për me aranzhu, një ose 2 ditë para fluturimit për me aranzhu këto akomodimet. Okej, sa vite për fund të regëm po të bëhen që merresh me turizëm? Kështu, unë kom fillu në vitin 2006, ka pak, edhin, kur janë nisë në ato gocat. Edhe vitin 2006 kom fillu, sa kom qenë student me një agencion, aty kom nisë mu zhvillu. Kadal, e kom në 2007 e lash punën në shkaku i fakultetit, 2008 kom fillu në Turkish Airlines në prill. Prej 2008 jam në Turkish Airlines. Kom punu në aeroport si sales operation staff, e kemi përgadit aeroplanin për pasagjer, për me fluturu me bogate. Na kemi qenë syni i pilotit në tokë, se qashtu na qushin. Ti je syni i pilotit në tokë, se piloti është përgjes për pjesën e aeroplanit, na jemi syni i pilotit për rreth aeroplanit, se ato e shohem. Edhe mas asaj, prej vitit, mos gabofsha 2014, jam bo menaxher i marketingut, pastaj i shitjes, edhe tash
jam në pozitën menaxher regional i shitjes. Shumë mirë. Përgjithësisht për Kosovë edhe për Shqipëni Shumë për momentin. suksese. Moti është shumë i mirë normal. Tani po duket 25-26. Po. Gjatë natës po zbret deri 20. Nuk mundesh me nejt pa diçka. Këto ditë për fund më thuj, këto ditë kemi me shku me një vend ma malor, po që atje temperatura ka me qenë minus. Po, çashtu na than. Po. Deri në -7 maksimum, kështu që po bjen minimalja. Po. Faleminderit shumë për kohën. Muscati ofron një kombinim të bukur të atraksioneve natyrore dhe të pasurive kulturore. Disa prej vendeve më interesante dhe më të bukura i vizituam edhe ne në kryeqytetin e Omanit. Ky është tregu tradicional i Omanit, që ofron një shije të kulturës dhe historisë së këtij vendi. Përmes rrugicave të ngushta që i ka, vizitorët, turistët blejnë suvenire të ndryshme si bijuteri tradicionale, erza, qilima dhe produkte artizanale. Ky është një vend i shkëlqyer për të shijuar atmosferën autentike të Omanit. Muzeu i Muscatit ofron një vështrim kogja të thellë në historinë edhe në kulturën e këtij vendi, duke përfshirë artefakte nga periudha paraislamike, zhvillimin e qytetërimit dhe ndikimin e islamit. Ky muzeu është një mundësi e shkëlqyer për të mësuar rreth trashëgimisë historike dhe kulturore të Omanit. Muscati është një qytet që ofron një kombinim të bukur të historisë, kulturës, arkitekturës dhe natyrës. Shteti i Omanit është një destinacion i ri për kosovarët. Ka pak kosovarë që ndonjëherë kanë arrit deri në Oman, por siç duket këto vitet e fundit edhe vetë shteti i Omanit reklamen që është ka bën, është katërish kogja shumë turistë edhe prej vendeve të tjera të botës edhe prej Evropës, po në të ardhmen, ndoshta edhe këtë vitin e fundit edhe prej Kosovës. Unë u interesova me gjetë kosovarë në Oman, e pata të pamundur. Më thanë që janë disa student e pata të pamundur me ranë kontakt me ata, ose dhe me disa biznesmen kosovarë që qenë kanë këtu, do më thënë komuniteti i shqiptarëve këtu është tepër i vogël. Mirë po, tani më do të flas pak me Sihanën, një kosovare që e kemi këtu, për shtypjet e tua e dashur për Omanin. Mjë thonë Si po drejtën, duket? unë asnjëherë ma herët s'kom pas mendim me ardhë në një vend si Omani. Do më thënë është hera e parë që ti je këtu. Është hera e parë, na ka ardhur mundësia me ardhë me vizitu si vend, edhe me thonë drejtën më la përshtypje shumë të madhe. Sa e ke paragjyku si vend? Se unë, kur jam fut pak në këto dokumentare që të tjerët i kanë realizu për Omanin, më është duk ndryshe. Ndërsa këto qenë ka komplet ndryshe. Po, me thonë drejtën edhe unë kom mendu që ka me qenë një vend, ndoshta që po flasim që jemi afër shkretë të tirave, kështu diçka, po është krejt ndryshe që ka ne e kemi paramendu, do me thonë është një vend shumë i pastër, është një vend që ndonjëherë po mendon mos ka qaq pak popullsi, që është një pastërti e tillë. është shumë pastër edhe njerëzit janë shumë të afër, më ka bërë përshtypje shumë të madhe. Me të vërtet nuk e kisha mendu ndonjëherë që një vend i tillë kishte më bërë kaq shumë përshtypje. Sa shetite? Shumë. Me orë të tona. Që tash, kur po flasim, po mendoj sa shumë kemi hecë edhe jemi lodhë shumë, po ja ka vlejtë shumë, se kemi pa shumë vendet bukra, me të vërtet, deri tash ndoshta krejt vendet që kemi pa në për Evropë, në për anën po anë botës, një vend si Omani më kalon shumë përshtypje. E ishe këthy prapë? Po, kisha ardhur dhe kisha vizitu edhe ma shumë, ndoshta momentalisht jemi të vizitu këtë pjesën e Muscatit, po kisha ardhur dhe kisha pa edhe vendet pjesë tjera. Po. Më ka pëlqyer shumë. Okej, dashur, me që du shetitu e shiu bashkë me bashkëshortin, këtë udhëtim, s'po pengoj ma shumë. Faleminderit shumë.
Sot Omani është një monarki kushtetuese me një ekonomi të përqendruar në sektorët e naftës, gazit dhe turizmit dhe ka ruajtur një politikë të jashtme neutrale dhe të pavarur.